Festa më tipike lokale e Midhjes këtë fund maj do të kthehet në Ksamil, atje ku është vendi i origjinës së prodhimit dhe i kultivimit të asaj që është cilësuar mbretëresha e liçenit të Butrintit. Lajmin e bën të ditur për Blu Televizion nën kryetari i Bashkisë së Sarandës Florian Saliu, që edhe vetë është banor i Ksamilit. Gjetja e re është Festa e Midhjes, e cila do të finalizojë me një koncert në qytetin e bukur të Ksamilit, së bashku me infrastrukturën e re moderne, ku do të promovohet edhe qyteza e Ksamilit. Ky është një lajm i mirë që rikthehet Festa e Midhjes në qytetin e Ksamilit, aty dhe ku e ka pas origjinën. Kjo festë me veçanta e brigjeve të jugut do të organizohet nga Bashkia në partneritet me bizneset lokale në 2 ditët e fundit të maj 2025. Burimet bashkiake bëjnë me dije se edicioni si vjetshëm i Festës së Midhjes do të organizohet si një festival gastronomie me ekspozim të recetave të shumta të gatimit të Midhjes, alternuar me degustime vere dhe koktejle verore, me aktivitete kulturore dhe artistike për fëmijë të rritur, me muzikë live, DJ dhe performanca artistike në peizazhe spektakolare të Bregdetit dhe perëndimeve të diellit përballë ishujve panoramik të Ksamilit. Festa e Midhjes është më shumë se një event. Kjo festë vjen në fakt si një ftesë për të shijuar natyrën, detin dhe midhjen në vendin e cilësuar nga mediat e huaja, si Maldivet e Europës në Ksamilin e përgatitur për të shënuar bumin e madh turistik të verë. Festa e Midhjes 2025 është një rikthim në Ksamil pas disa vite ndërprerje, me një format inovativ dhe me një frymë të re bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit lokal, duke shënuar një tjetër hap drejt promovimit të pasurisë liçenore dhe traditës së zonës.